Në rregull, le të zhytemi drejt për drejt në këtë analizë. Sot do të shqyrtojmë gjykatën e ndërgjegjës dhe atë se si teologjia trajton fajin dhe shlyerjen e tij. Është një temë kaq universale apo jo? Të gjithë përballemi me barrën e fajit në një moment. Pra, le të shohim se si teologjia e krishterë ofron një zgjidhje përfundimtare për këtë. Është një udhtim vërtet magjepasës nëpër konceptet e drejtësisë dhe, në fundit, lirisë nga e kaluara. Burimi ynë e nis gjithçka duke ngritur një pyetje thellësisht të njohur për të gjithë ne. Pse gabimet e së kaluarës na mbajnë zgjuar gjatë natës? E dini, ato momentet e heshtura fiks para se të na zë gjumi, kur papritur mendja vendos të luajë kasetën e vjetër të dështimeve, fjalëve që s'duheshin thënë apo veprimeve të gabuara. Kjo ndjenjë, kjo barre pas zgjidhur që grumbullohet ndër vite, qëndron aty, e fshehur në cep të mendjes, dhe padyshim kërkon diçka shumë më të thellë se sa thjesht një ndjesë të shpejtë. Dhe pikërisht këtu dalim te një kontrast vërtet intrigues që thekson teksti. Nga njëra anë kemi psikologjinë moderne që shpesh na thot: "Dëgjoj, nuk ka asnjë faj këtu, thjesht haroje dhe ec përpara." Por qasja biblike argumenton se kjo fshirje me gomë ashtu e sforcuar thjesht nuk funksionon. Pse? Sepse thellë brenda nesh ne e dim të vërtetën. Liria e vërtet, liria që zgjat, kërkon që problemi rrënjësor, ai që këtu quhet mëkat, të zgjidhet plotësisht. Nuk mund ta fshim thjesht në tapet dhe të bëjmë sikur s'ka ndodhur asgjë. Kjo ide na çon direkt të shtylla e parë biblike e këtij shpjegimi. Shikoni këtë profeci nga libri Isaias, e cila, vlen të përmendet, është shkruar plot 7 shekuj përpara ardhjes së Jezusit. Është absolutisht goditëse mënyra se si e përshkruan koston fizike të këtij shërimi shpirtëror. Fjalët "u te shpua për shkeljet tona" dhe "u shtyp për paudhësitë tona" krijojnë një lidhje kauzale të drejtë për drejtë, fjalë për fjalë, midis vuajtjes hynore dhe shërimit njerëzor. Tani, për të kuptuar motorin kryesor teologjik këtu duhet të flasim për zëvendësimin. Vetë fjala e tregon. Këtu vihet tekstit e frazat "për shkak të" ose "në vend të". E thënë thjesht, thelbi i këtij predikimi është se Jezusi nuk ishte thjesht një martir ose një viktime rrethanave historike. Jo, argumenti është se ai vdiq në mënyrë specifike, krejtësisht të qëllimshme në vend të njerëzimit. Ai mori përsipër ndëshkimin dhe peshën e plot ligjore që në fakt i takonte dikujt tjetër. Por, si mund të jetë një Zot i përsosur, edhe i dashur, edhe tmerrsisht i drejtë në të njëjtën kohë? Burimi përdor një analogji briljante për këtë. Imagjinoni sikur një fëmijë të thyej një dritare me dashje. Nëse prindi thjesht i buzëqesh dhe i thot: "E po, s'ka gjë", kjo mund të ngjajë si dashuri, por e injoron plotësisht drejtësinë. Nga ana tjetër, nëse prindi vetëm e ndryshkon ashpër pa ofruar as pak falje, e po, drejtësia u vë në vend. Por ku është dashuria? Teksti thekson se hyjnoria nuk mund të bëj asnjërin nga këto kompromise. Duhen të dyja. Dhe kështu mbërrim të kjo skenë gjyqësore tepër e fuqishme që rrok thelbin e mesazhit. Imagjinoni Zotin si një gjykatës suprem. Për shkak të ligjit dhe drejtësisë së tij absolute, ai patjetër që duhet të jap një verdikt fajësie kur ligji shkelet, qoftë edhe nga i biri i tij. Pra thot: "Fajtor, paguaj gjobën." Por, dhe ky është momenti kyç, menjëherë pas kësaj ndodh akti më i madh i dashurisë. Gjykatës i ngrihet, heq ato rrobën zyrtare, zbret aty poshtë por si një baba dhe e paguan gjobën vetë fjalë për fjalë. Drejtësia dhe pagesa bëhen nga njëjti person. E gjithë kjo kulmon me fjalët e fundit e Jezusit në kryq: "U krye." Autori bën shumë kujdes të na shpjegojë se kjo nuk ishte thjesht një pshërtim e fundit lodhje e një jete që po mbaron. Përkundrazi, ishte një deklaratë përfundimtare, trumfuese dhe thellësisht ligjore. Do me thënë që çmimi i plot u laj shlor deri në qindarkën e fundit. Nuk mbeti ma asnjë grimc borxhi, zero, që duhet paguar pastaj nga njerëzit. Kjo na sill direkt te spiranca e dytë madhore, nga Romakëve 8:1. Tani, pra nuk ka asnjë dënim. Krahasoni këtë me atë gjykasin që përmendëm më parë. Ai i bie fort tavolinës me çekiç dhe bërtet me sa zë ka, i pafajshëm. Ky nuk është thjesht një lirim me kusht ose një pezullim i dënimit. Është një anulim absolut, një fshirje plot që i jep atij që beson një status të ri e të pastër ligjor në sytë e drejtësisë hyjnore. Sigurisht, burimi është mjaft realist për jetën tonë. Pranon se edhe pse e kemi këtë liri, mendja na luan shpesh lojra. Përmenden këto dyshimet e përditshme, ato përshpëritjet akuzuese nga Satani që mundohen të na mbajnë të lidhur me të kaluarën. Por ja cili është sekreti këtu? Siguria nuk varet nga fakti se sa të përsosur jemi ne. Përdoret një paralelizëm fantastik me arkën e Noeut,
Njerëzit brenda arkës nuk shpëtuan sepse nuk ishin asnjë tëmet, ata shpëtuan thjesht sepse ishin fizikisht brenda saj, po kështu vlen edhe liria, duke qenë në Krishtin. Për ta bërë këtë akoma më të prekshme, autori na jep një ilustrim financiar shumë praktik. Paramendoni dikë të zhytur në një borxh kaq kolosal, saqë s'do mund ta paguante as në 10 jetë, si një kredi prej miliona eurosh, ku as interesin se paguan dot. Dhe papritur, dikush ia fshin këtë borxh totalisht dhe i dërgon këtij personi dëshminë absolute, një faturë ku shkruhet u pagua plotësisht. Imagjinoni pak ndjesinë dhe fuqinë asaj cope letre në dorën e dikujt që deri dje ishte krejtësisht i pashpres. Zbatimi i kësaj në jetën e përditshme është një ndryshim i vërtet i rregullave të lojës. Imagjinoni sikur ai kreditori i vjetër të vinë nesër, t'ju kapër për jake, t'ju kërkoj llogari për gabimet e vjetra. Çfarë bëni? Fshiheni? Dorëzoheni? Absolutisht jo. Thjesht nxirrni faturën. Për ata që ndjekin këtë rrugë, kjo faturë hyjnore është vetë kryqi. Autori inkurajon përdorimin e kësaj dëshmie sa herë që ndërgjegja apo hijet e së kaluarës kërkojnë të marrin një haraç që nuk u takon më. Por si kthejmë këto koncepte të thella teologjike në hapa praktike? Teksti jep 3 këshilla shumë konkrete për t'i mbajtur në mend. Së pari, thoni me Zot të lartë çdo ditë që jeni të falur. Bëjeni pjesë të rutinës suaj. Së dyti, kur ndjenja e fajt vjen sërish në sulm, përballeni atë drejt për drejt me fjalët e shkrimit, kujtojeni vetes që dënimi është anuluar. Dhe së treti, që është ndoshta më e rëndësishmja, zgjidhni në mënyrë të vullnetshme një jetë të re. Largohuni nga ato zakone që ju tërheqin sërish te zinxhiret e vjetër. Teksa i afrohemi fundit të kësaj analize, dalim te thelbi i vërtetë i gjithë kësaj metafore. Teologjikisht, mallkimi është thyer, por ç'është më e rëndësishmja? Ato dyert e hekurta, të rënda, të burgut të traumave dhe atij faj që paralizon aq shumë njerëz, ato nuk janë më të mbyllura me qelës. Përkundrazi, ato qëndrojnë të hapura gjerësisht. Qelsi tashmë është rrotulluar në brav prej kohësh dhe ju siguroj, nuk ka më asnjë roje rreth rrotull. Dhe kjo na lë me një pyetje vërtet të thellë, diçka për të bluar gjatë gjithë ditës. Nëse borxhi i pamas i fajit është paguar vërtet deri në fund, dhe nëse liria po ofrohet plotësisht falas, atëherë barjera e vetme mbetet një zgjedhje njerëzore. A kemi ne guximin të ngrihemi dhe të ecim me këmbët tona jashtë asaj qelie që e njohim kaq mirë për që na shkatron të ardhmen? Po, ky ishte shpjegimi ynë për sot mbi këtë koncept magjepsës. Shpresoj t'ju ketë dhënë një perspektivë të re dhe t'ju ketë vënë vërtet në mendime.